Fenomeni Shkodran Luiz Eli ka ndarë me ndjekësit një moment të jashtëzakonshëm dhe emocional, teksa shfaqet në një video pranë vajzës së tij Luna Mari në sheshin Nën Tereza në Tiranë, ku një surprizë e veçantë është projektuar mbi fasadën e një ndërtese të njohur. Një imazh gjigant i një shisheje Coca-Cola me mbishkrimin ndaj një Coca-Cola me lunën ka marrë vëmendjen e gjithë kalimtarëve, por sidomos të Luizit, i cili s'ka fshehur dot emocionet dhe entuziazmin. Në video, Luizi shihet duke i treguar vogëlushes projektimin, i emocionuar dhe i përfshirë në atmosferën festive që krijon ky gjest kaq personal e i bukur në zemër të kryeqytetit. Ai dëgjohet duke thënë me buzëqeshje: "Ndaje kolën me lunën. Shiko baba, në mes të sheshit të kanë vendos." Një reagim i sinqert që tregon krenarinë dhe dashurinë e tij të madhe për të bijën. Ky moment i veçantë nuk është vetëm një fushat kreative publicitare, por është kthyer në një kujtim të paharrueshëm për familjen Eli dhe për ndjekësit e tyre që i ndjekin me admirim çdo hap. Postimi është pritur me mira reagime dhe komente pozitive, ku fansat kanë shpërthyer në urime duke vlerësuar jo vetëm surprizën, por edhe lidhjen e fortë që Luizi ka me vajzën e tij. Ky gjest i vogël, por me një domethënie të madhe, është një tjetër dëshmi se si emocionet familjare mund të ndërthuren bukur me momente publike, duke krijuar histori që frymëzojnë dhe mbeten në kujtesë. Ky gjest i thjeshtë, por plot ndjenjë, ka prekur zemrat e publikut, të cilët prej kohësh ndjekin me dashuri dhe kuriozitet çdo hap të Luizit, Kiarës dhe vogëlushes Luna Mari. Nga një baba që emocionohet për emrin e vajzës së tij të shfaqur në një ndër ndërtesat më të rëndësishme të Tiranës, te një vajzë që rritet mes dashurisë dhe përkujdesjes së dy prindërve që e adhurojnë. Ky moment përçon shumë më tepër se një reklam, përçon ngrohtësi, përkushtim dhe një frym familjare që e bën çdo ndjekës të ndiejë sikur është pjesë e kësaj historie. Luizi edhe njëherë tregoi se di të jap emocione, jo vetëm në skenë apo në rrjetet sociale, por edhe në momente kaq spontane dhe të sinqerta si ky, duke e kthyer një mbrëmje të zakonshme në një kujtim të paharruar për të dhe për të gjithë ata që e ndjekin me zemër.